Një incident i rënd ka alarmuar Rumaninë dhe aleatët e NATO-s pasi një dron u përplas me një pallat banimi në qytetin Galaci pranë kufirit me Ukrainën. Sipas autoriteteve rumune, droni goditi çatinë e një ndërtese 10 katëshe gjatë natës, në kohën kur Rusia po kryente sulme ajrore ndaj Ukrainës fqinje. Përplasja shkaktoi një shpërthim të fuqishëm dhe një zjarr në apartamentin e katit të 10. 2 persona morën ndihmë mjekësore në vendngjarje, ndërsa rreth 70 banor u evakuuan për arsye sigurie. Autoritetet konfirmuan se ngarkesa shpërthyese e dronit detonoi plotësisht, por flakët u vënë nën kontroll nga ekipet e emergjencës. Në një konferencë për shtyp, generali rumun George Maxim deklaroi se nuk bëhet fjalë për një sulm të drejtë ndaj Rumanisë, por për efektet e konfliktit që po zhvillohet pranë kufirit të vendit. Rumania, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndan një kufi tokësor për rreth 650 kilometrash me Ukrainën dhe prej muajsh është përballur me incidente të lidhura me luftën. Sipas Bukureshtit zyrtar, dronët rus kanë shkelur hapësirën ajrore rumune të paktën 28 herë që nga fillimi i sulmeve ndaj porteve ukrainase në lumbin Danub. Ky është rasti i parë ku një dron godet një zonë të populluar në Rumani dhe shkakton të plagosur. NATO reagoi menjëherë, duke deklaruar se po koordinon situatën në autoritetet rumune dhe dënoi atë që e quajti pakujdesi të Rusisë. Ligji rumun lejon rrëzimin e dronëve në kohë paqeje nëse rrezikohen jetë njerëzish apo prona, por deri më tani autoritetet nuk kanë ndërmarrë një veprim të tillë. Një banor ukrainas që jeton në Rumani deklaroi se pamjet të tilla janë bërë të zakonshme në Ukrainë, ku sulmet me dron ndodhin pothuajse çdo natë dhe shkaktojnë viktima me civilëve.